Sonte, shtëpia e Big Brother VIP Albania do t'jetë skena e dasmës mes Brikenës dhe Mateos, një nga momentet më të pritura të këtij edicioni. Por emocionet nuk kufizohen vetëm brenda mureve të shtëpisë, pasi reagimet forta kanë ardhur edhe nga ish-banorët jashtë. Ish-banori Ilir Vrenozi ka shfaqur zhgënjimin e tij për zgjedhjen e Brikenës që pranë saj, gjatë ceremonisë të qëndroi Kristi, ish-banori tjetër i edicionit. Ai ka shprehur indinjatën e tij përmes rrjeteve sociale, duke vënë në pah diferencën midis mbështetjes që ai ka dhënë dhe asaj që pritet nga të tjerët. E kam ndjekur dhe mbështetur Brikenën nga zemra, madje kam udhëtuar qindra kilometra për ta ndihmuar. Të shoh që zgjedh dikë tjetër pranë teje, zhgënjimi është i madh, shkruan Iliri. Megjithatë, ish-banori ka përdorur këtë moment për të rikthyer respektin ndaj Mateos, duke i drejtuar urime dhe falënderime. Faleminderit që ke qenë aty dhe ke dhënë gjithçka. Të uroj një performancë të jashtëzakonshme në finalen e mbrëmjes.